Përshëndetje miq, besoj që e keni pa që kohëve të fundit ka fillu me hi në mod kjo mi vlerësu youtuberat shqiptar, andaj pse jo, pe provoj edhe unë. Ama unë du mi po dy gjana, du mi vlerësu youtuberat shqiptar, po edhe du me reagu se si ata më kam vlerësu mu, se janë 3 youtuberat që më kam vlerësu. Kështu që miq, filloj me pjesën e parë, me vlerësimin e youtuberat shqiptar edhe kam e qenë shumë e shpejt. Ja ku e kena tier listin që është i gatshëm që kum gjet, edhe kur kum po që edhe mu më kanë përfshi, ju mi privilegjuar, ju tregoj drejt. Andaj kush e ka bë këtë tier list youtuberat shqiptar, faleminderit shumë. Këto janë kategori ama këto kategori nuk funksionojnë me mu me thënë drejtën. Më duhet me kriju 3 kategori të reja. Baba YouTube-s shqiptar, mirë, edhe nuk i shiqoj. Tash, filloj me të parin, Alkingzi. Du me thonë që ky është një njeri me të vërtet i mirë. Videot e mija të para kur kum fillu, do shta mi bë pak ma seriozisht. Ky ka qenë ai që ka bë like, ka komentu, edhe me të vërtet do me pa tjerë të bë mirë. Andaj e vendosim të nuk i shiqoj. Ja zërt ku po skipa ti kompajune që të bi. Vazhdojmë të tjertë, nuk i shiqoj. Që kjo kategori nuk do të thotë që janë të këqi. Edhe ti më fal. Nuk thot as që janë të mirë, as që janë të këqi. Nëse nuk e ki pa një film, qysh dush me vlerësu, apo kupton? Shijet e mia për YouTube, për video, çka këshyri unë në kohën tem të lirë, asnjëri prej këtyre nuk e ban. Që ku e kena YouTube-in subscription, cilat janë videot e mia të fundit. Ko pas ko Alkingzi ban video shumë mira, përgjithësi nuk është ajo që kam tërhek mua, apo kupton? Amo subscribe ta kap, kështu që mos e nervozo Alkings. Wow, ky ka me kera, ka njerë ban video interesante, Penguin Z, edhe këto nuk e përcjell ja shpesh, po komentimi i tina, analogjitë e tina, sarkazme janë tepër të budall më pëlqen. Linus Tech Tips, video teknologjisë, True Jordi, komentim, oja. Çka ke? Ky ban komentim interesant, ky më pëlqen, Neil deGrasse Tyson. Kjo është për futboll, teknologji, futboll, komentim, politike dhe histori. Çka Alkingzi ka këtë video ta kom pa. A di çka Alkings po tregona e drejtash. Tjetër çka ka PewDiePie, ky që 10 vjet e kam subscribe këto abonese. Tjetër çka kam këtu. Kjo është e vetmja youtuber famën që e kam, nuk e di pse nuk kam më shumë. Që kjo që edhe Elsofin e kam, ama vërtet s'po përcjell e kohëve të fundit çaj. Çështu e kisha vlerësu. Alkingzi është bablok, Elsofi është bablok, kur ka pranuar me bë video me mu, edhe ka befasu. Shqip Gaming gjithashtu është bablok, edhe jam shumë dopt me youtubera shqiptar, ndoshta duhet me nis me përcjell pak më shumë disa prej tyre, që tash më ranë mi futon ja 2 tjerë që nuk e kuptoj pse nuk janë këtu. E kam fjalën për këta 2. Pixpar pse nuk është Hilda Kërtalli këtu. Edhe këta e kisha as këto nuk e përcjell të drejtën. Bando video ndoshta ndër më të mirat prej krejtëve, si me editim, si me ide, si me krejt. Nuk e di pse nuk e përcjellit, më thon drejtën. Ban video shumë interesant, po hajde që youtubera me dytë që do t'ja baj subscribe. Rregull. Okej, miq, duhet me përparu pak, mos u bani seksist. Tash si dihet na shta del këtu. Edhe disa prej tyre nuk do më thonë që kur nuk ka kom pa videot, po nëse e kam kohë të lirë ose jam të hangër buk, e kam YouTube-in që aty, shka zgjedhi me pa, asjoni për këtyre nuk e krijon kontentin, materialin që unë e përcjelli, ndaj respekte për gjithë, po është vetëm jo për këtine që unë e përcjelli edhe konsideroj t'jashtëzakonshëm që baba YouTube-s shqiptare. Jam të folë për këtë kanal, Children of the Eagle, që me siguri as nuk e ki niti. Ky ban video në anglisht, ama me sa di është shqiptar, edhe videot e tina janë kryesisht për histori, për analiza si mini dokumentar. Ju tregoj drejt, disa nga si që kjo për shembull, është super video. Sipas titullit pe dini për çka bëhet fjalë. Videot e këtij, mendoj që kanë ma shumë rëndësi sa krejt videot e youtuberat tjerë të banën bashk. Ky lloj materiali për shembull në këshyri edhe më pëlqen shumë. Allah është fatkeqësi që nuk mundet me postu ma shpesh. Videot e kësaj natyre marrin ma shumë kohë edhe normalisht që janë edhe problemet tjera në jetën tonë që krejt i kemi. Nëse një kanal shqiptar e kisha rekomandu, do të ishte ky. Me siguri ka dhe youtubera tjerë shqiptar, po nuk i njoh, që ndoshta bojnë çat material që unë e përcjelli, ama kam vetëm edhe një, edhe normalisht unë jam boba. Stash kena tu fol seriozisht miq. Më kani sinqert e kisha vendosur të mirë. Se ka njerë më pëlqen me shokët e mi çfarë video bëjmë mikshur bashk. E këshyri ka njerë vetin. Se di kjo mira keq. Këti kemi shihet tona, ç'kjo mendimi jam i sinqert. Okej, në rregull, jam dalim te pjesa e dytë. Filloj me gafin, edhe ky këtë vlerësimin kur e ka bë, ma kanë shumë TikTok në fakt. E ban si ajgare, nuk është si për një me. Ke kena për krah me thon ky është
ma i miri. Apo kuptoni? Lejbe edhe që ja, ta ku me jam YouTube-ën, edhe- se o, se ej. zujnë. Inshallah ka qenë ajo. Nuk e di çka bifi me çeta dy, nuk e përcjellë ja din, po e kom po çoni far bifi me këta. nuk e di çka puna tyne. Që, na jena bordhoga, do me thënë. Okej, Pa. kokë mi bërdoga këtë. A në regull qoti që kjo është? Në rregull. Faleminderit shumë që apet po tham, jemi privilegjuar që jam pjesë e kësaj liste. Kështu që faleminderit për vlerësimin. Shkojmë te i dyti, Al Kings. Al Kings inshallah nuk e hedh më. I radhës është Mediumedi që ka Mediumedi. bumi, për mendimin tim është super. Është personi më underrated në YouTube-in shqiptar. Bë content shumë të mirë, nuk mundohet vetëm me ka views apo bë diçka me vërtet bukur. Editimin e bën shumë të fortë, kritika për ta Prit, para se me dalë të kritikat, shkoja në rregull jena. e përdor shumë këtë punën e memeve që ka në kanal që e bën pak a shumë si meme, si tallme. Edhe në thumbnaila që audienca jote e pëlqen atë gjë, po nuk mundesh me kap audiencë më të gjerë. Okej, më fal Al Kings. Kështu që pak ma seriozitet te pjesa e dizajnit, me thënë. Leonardo, Okej, unë tash këtë videon se kam nërmen me reagu, vetëm dishta me dalë të pjesa jam. Është kritik me vend, që sinqerisht me thonë jam tu u mundu me përmirësu. Qysh tash marrë, Al Kings është person shumë chill, më pëlqen, nuk i intereson nëse je me thonë ma i dop në YouTube, ma pak subscribers ma shumë nëse bësh video të mira, qysh ka ndodhë me mu, kum pa edhe tjerë që i kam bështet. Al Kings, jeba blok, nuk kam nevojë me fol ma shumë. Faleminderit për vlerësimin, faleminderit shumë që apet po tham. Është privilegj kur futem në listën e youtubera shqiptare. Tash dalim te i fundit, Taulant Abazaj. Edhe ky i ka vlerësu gjithë. Drejt të po thënë, këtë çdo videot i kum pa ka njerë, nuk është hera parë që po reagoj, po thjesht, çka video është shumë më ndryshe për video që i baj zakonisht, kështu që pak qejf, pak hajgare, pak komentim, edhe ta këshyjmë çka ka thënë Taulant Abazaj për mua. Ti shqipe me gjetë, po e gjeta, dhe me thonë që kjo është qaj... Nisan që Al Kings e ka vrejt, ose që po thot është pak vështirë që e gjeta. Pse e ka shkru medium Rajysha Grani. Edhe di fort mirë pse e ka shkru. Është video që e kum po me Grani. Okej, e kum po shikus kanë tregu që ky e ka lujt, edhe unë e kum provu. Po jam i sigur që e ka dita ma herët. Vazhdojmë. Dhe me thonë, kjo koka shqipe besoj, youtuber, jo, s'koka i ri, kështu Pra, videot e mia të para janë aq konstante sa Hazardi në Real Madrid. Unë kum bë shumë video para çtive video që i kum bë dosa në palidhe atin si kjo për shembull. Ju më çudit kur e kum bë 493 video aty në fakt. Videot që janë private, ai numëron as i numëron, nuk e di. Kum fillu më shumë me postu para 2 vjete, më thon. Ama jo vetëm atëherë, po edhe tash YouTube për mua është më shumë hobi, nuk është diçka seriozisht. Ndoshta ka njerë i kushtoj ma shumë kohë se sa që duhet YouTube-ës me thënë drejtën, se po më duhet më marrë me dëgjona tjera. Edhe këto kisha mujtë shumë letë mi bo privat, që jam i sigur plot e bajnë, mu do këma mirë kanali, po një kom lanë. thonë i ri, po jo që 4 vjetë, po atër në shtafërt nuk e ka konsideru YouTube-ën si serios, po tash e po s'ka njëse dhe koka shumë aktiv. Sa kështu thonë aktiv, përshet që një mujt ditë këtu s'ka postu, pastaj tash e ka njës. Pa apet po thëmë, nashta u konë zonët. Po, kam qenë zonë, edhe kam u kona pet në zonë. Pi para lemroj. Thumbnaila ti pas ka të mirë, për po që ka s'po më pëlqen është ftyrën e ka, po më nej qëtë face e ka gati në çdo kësi foto. Që kja, dhe me thonë është në çdo foto. Veç pak. Edhe ky kritikën e njëtë për Arking, një që adin, është e vërtet, duhet me përmirësu, nuk ja ka njësa mu më bëbajat, ama arsyeja tjetër pse po dyshoj që ky e ka po në ndaj video të amën. Që tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pe 16, 6. Jo valla, bol shpesh që pas në qitë. Okej, a di shka lekit. Të rriqem. Poste na njëna që e ka ndryshu. Dishta me thonë që, apo vrejët qatë shumë që e përdori këta me një shikim të parë, ose nashta para se me ba vlerësimi ka një ka këshur, po nejse. Ama apet, fakti që po luj ka loja të ndryshme, po luj ka horror, po luj ka Mortal Kombat. Kjo loj është kjo nga shqiptar, nuk ka loj horror, kurse Mortal Kombat s'ka faj, nuk e di shka kom bo ma thom ne, o kena lu FIFA e knena. A më lexoje bro, FIFA! Rego. Football, Sea of Thieves, po më nej manalt kja se di ku e posh. Sea of Thieves, jo, për këmje kërzi vët me ti mon login dhe.
Jo, s'ka të bëj me mirë. Po s'ka faj, adin, tash... Mujnë krejt me i make sure se qfa bodallakina bajon me volan të vozit anje piratëve për nese. Shqipe ky mundet me thonë diçka ma shumë, po se di Shqipe Ujme, nuk po, është diçka ma keq, nuk është keq. Kisha thonë që on keq, ky vetëm që okej, edhe po bojnë ka edita shumë, po ja shen që të video ko ka të bojnë edita. Ma shumë. Ej, video e fundit, drejt vjotam, nja 2 herë vetë kom pa. Ciloj video shumë pëlqenj. Video naturale, qejf. Edhe ky jam i sigur që e ka pa dhe i ka pëlqy. Shumë edita, kështu që kisha thonë Shqipe të superi, po, pet, me qitë të superi s'po mund, se besaj e di ku ka mund qitë, po veç po bajkë që mundet ky me bondish. Sa është i ri Shqipe, po më nej tash unë jam të po ky ka postu ma iret, po tash ja ka nis fort më konë ma aktiv. Amo kisha thonë të mundet ma mirë, veç edhe pak i vynë, me më konë ma kreativ. Faleminderit shumë për vlerësimin. A muj me bo ma shumë, me siguri që muj, da është edhe s'po muj. Ma kreativ, ndoshta muj. Adem pse jo, video ma real life najsen po, që aty kisha thonë, po nuk e kisha qujt vetën jo kreativ, sa për thomnela për këto e vërtet. Apet po thamë faleminderit për vlerësimin, kurse sa për kanalin këtu, pjo të regoj që kur s'ka mu konë konstant, e as kur s'keni me pot njëtën sen. Kjo është ma shumë si hobi, edhe tash po flas për këtë video, ka thonë ma shumë me postu ma shpesh. Unë nuk muj, filozofia jem nuk është sasi, është cilësi. Edhe të paktën sytë mi, nuk muj me qitë video çdo një dit ose 2 të dit cilësi. Se kam qef mi editu, kam qef mi bë pak hajgare, abedin, sa në që unë i kisha këshyr. Nëse unë s'm pëlqen një video me këshyr, nuk e qes. Ma herët për shembull, ku mbo video që ndoshta as unë kam pëlqy, ose në kom kam pëlqy, po tash s'm pëlqen, ku është një video që e ku mbo që 4 orë loj ku mbo, s'tonë se këshyri kur. Edhe e ku provu me qenë konstant, çdo 3 dit me qitë video, po e ku po që cilësia bjen. Nështë ta muj mi editu, po i ditë janë të mira edhe nuk pëlqejnë muhe. Ose si për shembull kjo video Superligën e Kosovës, ta kur s'ki shanca me kriju për 2 ditë, kjo 2 javë ka marrë veç tu e kriju si mod. Une nuk pres ndajherë që muj me fitu diçka, me fitu qatë shumë për YouTube-it, sa me pas pun, e baj për hobi, e kum pranu. Andaj, kur të kam kohë të lirë, kam me bo video, kur s'kam me bo video. Që kjo është edhe arsyeja pse po i shumë marra live. Ndoshta ka njerë humor, jam o pak i çuditshëm, se jam pak njerë i weird, po di që më thonë. Dhe s'ja qëlloj gjëf, adin, mbaj do a i gore pa lidhje, ka njerë me lidhje, mundona. Apet po tham, një jemi privilegjun që më kam fut këtë list, nësë që jam atë kanali ma me 16.000 suba. Që kjo është momentalisht që shmendoj unë, respekt e gjithve, inshallah si kom ofendu në janin pejktimve. Ndoshta çky vlerësim që e bëna është dhe vetë vrasje në YouTube, po faleminderit që e pat këtë video, futja një like nëse don, edhe subscribe. Edhe shihemi videon tjetër, ku videon tjetër ka mu tregu hipokrit pas keqit universale fshka i thash, dhe ka me lu Roblox. Ama veç një video ka me bërë Roblox, pjo premtoj. Shihemi herën tjetër. Kaloni.